Informacionin se ligji s'po zbatohej e pati, andaj atë inspektori punës GB shkoi ta vërtetoj. E kur vizitoi një kompani ndërtimi në Prishtinë, pa që norma po shkelej, por në vend se ta raportonte atë, njëjtë veproi edhe vetë. Në punishten ku ai bëri inspektime pas se punëtorët e pati më shumë se sa ishin të deklaruar, por që t'i mbyll sytë e të mos tregoj të vërtetën tek shefat e tij, i njëjti dyshohet se kërkoi rishfet nga pronari i firmës. Por parat si mori nga se në flagrancë e kapi prokuroria. Prokuroria së bashku me policinë dhe gjykatën themelore në Prishtinë, me zbatimin e masave të veçanta hetimore, kanë arritur të kapin në flagrancë një person i cili dyshohet të ketë kryer veprën penale marrje e rishfetit, i cili është me pozitën inspektor në inspektoriatin e punës. Shala thotë se në afatet ligjore do të kërkohet të ndërmiren edhe masa tjera ndaj tij. Ne si Prokurori Themelore në Prishtinë jemi duke i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me këtë çështje penale dhe prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë me shkrim në gjykatë kompetente për caktimin prej ndonjëra për masave. Në lidhje me rastin, Klan Kosova ka kontaktuar edhe inspektoratin e punës, megjithatë të njëjtit zgjodhen të mos flasin hiç për këtë çështje.